Familja në nevojë Hajdini nga fshati Luz i vogël i Kavajës jeton në kushte ekstreme varfërie në një shtëpi të rënuar pa çati, dyre dritare ku çfarë bie jashtë futet brenda, me smjerimit ekonomik dhe problemeve shëndetësore të dy pjesëtarëve të familjes, të cilët vështirësojnë edhe më shumë jetesën e tyre, e që është bërë edhe më e vështirë. Kryefamiljari Ferit Hajdini, i cili prej vitesh qëndron në shtrat, i paralizuar, dhe djali i tij i sëmur që i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale, në kohë kanë bërë jetën e familjes Hajdini të vështirë, pohon Sadete Hajdini, nëna e Feritit. E lodhur nga kushtet dhe vështirësitë, ajo ka kërkuar ndihmën e televizionit Apollon për të publikuar gjendjen e vështirë, por edhe për të kërkuar ndihmën e të gjithëve që kanë mundësi ekonomike për rregullimin e shtëpisë që është bërë e pajetueshme nga lagështia dhe i ftohti, me të cilat përballet e gjithë familja dhe në veçanti Ferit Hajdini, i cili qëndron në shtrat për shkak të paralizës. Sipas saj, apeli vjen pas braktisjes së kësaj familje nga pushteti lokal. Jam një nëna Kavaja. Kam një djalë 41 vjeç paralizuar. Nuk kam të ardhur, shtëpia s'kam, si bishi u jashtë ashtu bie mrena. Unë nuk t'ja përballoj dot. Çuni do me bilina gjithë jetën. Portfol nuk më flet, i goditëm është. Ne s'kemi ku t'shkojmë, drita do la, ujti do la. Ne s'kemi lek që t'ja përballojmë këto gjëra. Nësa me zi për ja dalë me i qa buk thatë. E jo të bëj shtëpia sot me këtë ditë që është. Unë kam 2 smunë shtëpi. Unë një kërkoj shqiptarë që të nimojnë. Si bini shiu jashtë shumë bidhe mrena. është shumë jetë e vështirë, shumë e vështirë kjo jetë. Që të bëjmë? Më thoni mu joni me që të bëj jonë, me 2 invalidë në shpi. Qoni 21 vjeç, ka në mu që më rish 3. Qoni para 4 vjetës, nipi mu ka operu. Nime nuk mund të përballoj datë. Dhe i do zemë shqiptarë, për këto 2 që kam këto shtri. Kryetari i shoqatës humanitare në ndihmë të fëmijëve jetim dhe personave me aftësi ndryshe 3 dhjetori, Artur Kanani, është shprehur se familja në nevojë Hajdini, me 2 të moshuar dhe 2 persona me aftësi të kufizuara, deri më sot nuk është kujdesur asnjë institucion shtetëror përgjegjës si shërbim social apo pushteti lokal. Nevoja emergjente ngjelet rikonstruksioni i shtëpisë amortizuar nga pamundësia ekonomike e familjes Hajdini për ta rregulluar. Këta e në kushe shtëpia është e rënuar shumë, sa bie jashtë futet brenda, prandaj kërkoj që të grumojnë gjithë, të mbilim gjithë për ta ndihmuar këtë familje për të bërë këtë shtëpi, që edhe ta të jetojnë si njerëz. Kesa për ndihmë për familjen Hajdini vjen me shumë dhimbje dhe vuajtje nga e moshuara Sadete Hajdini, si nevojën e menjëhershme që kërkon angazhimin e shoqatave dhe organizatave humanitare, fondacioneve bamirëse, bizneseve, njerëzve që kanë mundësi ekonomike për të qenë pranë tyre në këto ditë të vështira me të cilat po përballen për shkak të mirimit të tejskajshëm financiar dhe sëmundjes së pjesëtarëve të familjes Hajdini.